Qënë ndacak dhe prerja ilegale e drurve vazhdon të mbetet kokçarje e madhe për drejtorinë komunale të bujqësisë në Ferizaj, thot drejtori i kësaj drejtorie. Shpenzimi i 25.000 eurove të kësaj drejtorie për trajtimin dhe kastrimin e qenëve e ndacak nuk ka dhënë rezultatin e pritshëm, andaj qytetarët e Ferizajt vazhdojnë të jenë në rrezik. Për këtë, drejtori i bujqësisë, Xhemail Reqica, tha se do të kërkojë ndihmën edhe të ministrisë. Ne duke menduar që do të zvoglojmë numrin, për kundrazi na ka rrit numri, se jo që kemi zvogluar, por na ka rrit për arsye se siç po shihet në teren, na vinë duket dhe për komunave të tjera që i binë dhe i shohin sen, dhe atë na bëhet një invazion, se vinë si kultur dhe nuk dinë të orientohen ka të shkojnë, ata faktikisht vinë për fundim që janë qenë të cilat vinë për jenëve të tjera. Për këtë arsye, sigurisht edhe qeveria dhe Republika që do të mohat me 12 në Prishtinë, do të dakordohen se çka të veprojmë atutje me këtë formë të kafshë. Me të vërtetë është numër shumë i madh. Kemë probleme shumë të mëdha, për çdo ditë kemi 4-5 kërkesa të njerëzve që vinë dhe na kërkojnë dinë çka do të bëjmë. Ndërkaq problemi tjetër që s'po mund ta zgjidhë kjo drejtori është prerja ilegale e drurëve, gjë që sipas drejtorit Reqica, keqbërësit nuk po mund t'i ndal as policia as gjykata, e lere më rojet, të cilat madje kanë qenë cak i sulmeve fizike disa herë. Damet që shkaktojnë janë vepra të rënda, rrehet portori pyjeve, ndjeket me kerr me traktora dhe i sulmojnë. Na nuk kemi fuqi të mbrojmë punëtor në pyje ndaj datuesve që po shkaktoj pyjet. Vetëm bjellë e pardje që vetëm ishin prezent dhe kur i pon turta, i pon hygjenta shkel, rojë, pse do të naltë, ta verifikoj kush është, atëherë nuk kemi çka me diskutu madje. Ato janë pasojë të cilat po na shkaktojnë vazhdimisht në teren rreth pyjeve. Janë zotuar edhe kryetari i gjykatës, edhe policia që do ta ndalin në një formë t'i pengoj, por është bo një invazion. Derisa në këtë konferencë, drejtori prezantoi shqetësimet, ai numroi edhe sukseset që sipas tij janë arritur me shpërndarjen e subvencioneve në bujqësi dhe blegtori në vlerë prej 314.000 eurove. Drejtori Reqica tha se dikasteri i tij ka orientuar forcat në 3 lëmi për si vjet, duke nisur nga fondi blegtoral i gjedheve, shpërndarja e serrave me nga 5 ari, si dhe mbjellja e mjedres. Ndërkaq si vjet në komunën e Ferizajt pritet të mbillen 4.520 hektar me grur.